rënu sistemi. Nëse lëshon pa gjykata, rënohet sistemi. Nëse lëshon pa prokuroria, rënohet sistemi. Nuk do të mund njës prej ati parimi. Prokuroria do të mund njës prej parimit prej nënit shtatë. Ka detyrim i nxjerr provat që shkojnë në favor edhe në disfavor të ati të pandehuri në atë rast. Po do me dëgjoni dëshmitar që është i domosdoshëm. E dini ju, i kthena përsëri kësaj pjese, që ne kem propozu me ndërmarrë veprime hetuese dhe veçanta të gjyqtari procedurës paraprake, sepse një dëshmitar mund me shku në botën e jashtme dhe s'u ne gjejmë, sidomos të trafikimi me njerëz. Po të veç kjo është rrethon specifike, apo? E tjera. Po, edhe në atë rast lejohet edhe në rast e tjera përmes videolinkut, unë ju thash. Po në pas nevoj, jo me shku në zyre, po përmes videolinkut, duhet me ndërmarrë aktivitetin serioz veprimin juridik dhe gjimin e dëshmitarit, mos me tu provat, nuk ka më rëndësi a i shkan apo t'i vjen. Unë t'isha prokuror special në atë çështje, unë personalisht po flas për veti, unë nuk kisha me vepru me ngulë. Ta zëm që përmes videolinkut pa mundësot ky lloj komunikimi që ndodh prokuror i pandehur ose dëshmitar, pra ja lexon pikat e hetimit edhe i thot me datë qika, kështu, dhe ja jap në shikim letrën. Në video lidhje nuk mundet me pasë të lloj komunikimi. Sepse ky ka për të përgjigjur, apo jo, për vendimet që afron prokurori. Po, janë mjetet elektronike, cilat në mënyrë shumë qartë e qetë dokumentin të cilin jep dëshmitarit me e thonë po ose jo, është ai dokument që ju e keni shua apo jo, etj. Në një rast penal, avokati mbrojtës ndërkombëtar e fjalën premtare prej shtetit tjetër. I bën kërkesë gjyqtarit ta muj me dhënë fjalën premtare te ju përmes videolinkut. Me ja kanë parashtruar unë një gjyqtarit të Kosovës. Këtë kërkesë isha shumë keq. Po veç fjala përfundimtare është në farë formë nuk është shumë e rëndësishme se sa procesi shqyrtues. Këta po du me thonë. Esenca rrugëtimi që që ka para pa kodi procedurës penale. Nuk do të me para pa me ngërthy sa ma ngush atë normë. Po do të një interpretim sa ma gjani, cili ka me shku në favor të zbulimit vërtetës materiale dhe respektimit të njeriut dhe drejtat njeriut. Prokurori ka detyrime ndaj ati qytetari, caktum cilin do me marrë dëshmitar. A mund të konsideron të pazët këta prokurorë që s'pa rrinë me sjellë kryeministrin prokurori? Nuk muj me thonë jo, nuk ka të bëjmë këto përsëri për jo, ka të bëj, se pazën... Sepse rrugtimi... Nëse ligje ka parimin të gjithë barabartë, pra këtë rast i bje një prokuror s'pështizoti me realizu që të parem. Ja, kodi procedurës penale e parashe. Edhe prokurorë dhe një mesat kanë vepru si pas tyre, mëse nuk kanë arri marrëveshje të caktume që nuk është në kundërshtim me ligjin. Dëshmitari thotë sot s'po muj më ardhë, po nesër. Ose nesër muj, përsëri nuk muj, po ju kësha luta ka mundësi me realizu, sepse kjo është arsyeja. Edhe çka e ndalë të zamë me realizu në atë mënyrë atë prokuror. E lejon mundësia. Mirë po, unë përsëri po e them, kodi procedurës penale nuk është kontratë. Kodi procedurës penale është detyrus për gjithë, thashë edhe ma herët, edhe pjesëmarrësit. Kjo i bjen për policinë, do me thonë për posprokurorit të gjykatës, për policinë, për dëshmitar bashkëpunues, për dëshmitar që janë edhe palë dëmtume, për dëshmitar të mbrojtun, është detyrus. Prandaj, nëse ligji ka thonë, në 132 dhe 305, nga qënë ftesën, nëse nuk vjen, atëre prokurori ka detyrim i bo kërkesë gjyqtarit procedurës paraprake, këto e ka bo prokurori. Po unë e kisha mendu më herët, këtë pjesë thash, sikur të kisha qenë prokuror, i çështjes, po, dikush mund me thonë pësje, vërtetë që s'jam edhe, po edhe në këtë kohë, në këtë situatë, nuk mu e kuptoj arsyen, sepse mbi të gjitha, parimi zbulimit dhe vërtetës materiale është mbi të gjitha. Duhet sa ma shpejt më siguru provat. Duhet më ndërmarë veprimet juridike hetimore. Nuk duhet me në pandehun me prit që